Përshëndetje të dashur Akrejpër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është vetë letra që pasqyron ju. Emri i frikshëm, vdekja. Kjo është letra juaj. Çfarë pasqyron në fakt kjo letër që me një farë mënyrë dhe ju paraqet juve me këtë? Vdekja është transformim, rilindje. Ky mesazh sjell një kapitull që po mbyllet. Ndoshta me dhimbje të dashur Akrejpër, ndoshta me lehtësim, por gjithsesi me forcë. Diçka që nuk po shërben më në jetën e juaj, po largohet për të liruar hapësirë për rilindjen tënde, për një gjë të re. Mund të jetë në mënyrë e vjetër, një mënyrë e vjetër mendimi, një marrëdhënie, një vend apo dhe një version i vjetër i vetes së juaj. Mos i rezisto këtij procesi të dashur Akrejpër. Lëshoje veten me besim, sepse ajo që po vjen është më e thellë, më e vërtet, më ti. Ti je shenjë që njeh errësirën, por këtë herë je gati të ndriçosh përmes saj, të dashur Akrep.